2 në 20 gra vuajnë nga preeklamsia, një prej komplikacioneve më të shpeshta që ndodh gjatë periudhës së shtetëzanisë. Mjekët specialistë rendisin disa nga shkaqet kryesore të këtij komplikacioni. Preeklamsia është një sëmundje shumë e shpeshtë, ndoshta shumë e shpeshtë nga çfarë e dim dhe çfarë njohin të gjitha gratë, të cilat janë shtatzë. Pretendohet që shkaku kryesor i zhvillimit të kësaj sëmundje pas javës së 20 mund të jetë një problem i shfaqur në lidhje me placentën, pra organin kryesor që lidh nënën dhe fetusin. Mosha e lartë e gruas. Pra një grua që është mbi moshën 36-37 vjeç, është një faktor risku shumë i lartë për ta shfaqur preeklamsin. Obeziteti, pra kur kemi një BMI të lartë. Faktorë risku të tjera janë duhanpirja. Gratë të cilat kanë pas pirë duhan më përpara, por që dhe ndoshta vazhdojnë dhe mund të konsumojnë ose pinë duhan dhe gjatë shtatzanisë. Dhe një faktor tjetër risku shumë i rëndësishëm është dhe ajo që ne kemi të trashëguar. Duerda Ismaili, ginekologe, nënvizon disa nga simptomat më të zakonshme, ndërsa këshillon të gjitha gratë shtatzën për më shumë kujdes dhe kontrolle rutinë. Simptomat më të zakonshme janë një prezencë e një tensioni të lartë arterial të gruas shtatzën, mund të jenë probleme vizive, pra probleme me shikimin, mund të jenë probleme fotofobi e quajmë ne, pra kur ti nuk duron dot dritën e fortë tek syt, dhe simptomat të cilat mund të jenë akoma më të agravuara e quajmë ne, arrin deri në simptomat të konvulsioneve. Përveç vizitave që ju kërkojnë mjekët, kontrollet laboratorike dhe matja monitorimi personal i gruas për lëvizshmërinë e bebi dhe matjes së tensionit duhet të jetë i vazhdueshëm. Preeklamsia e patrajtuar mund të çojë në një gjendje shumë më serioze, deri në dëmtim të mëlçisë dhe komplikime të tjera.